A ke pasur ndonjëherë konflikt me dikë? Si reagove për ta zgjidhur? Ekspertët numërojnë 5 lloje reagimesh. A je gati që të zbulojmë reagimin tënd? Disa janë si peshkaqeni, agresiv, dominues, nuk ka diskutim, fitoj unë dhe humbet ti. Disa janë si breshka, shmangen, largohen, e injorojnë dhe e lënë të pasgjidhur problemin. Nuk më intereson fare. Të humbas kush të humbas dhe të fitoj kush fitoj. Disa të tjerë janë si dhelpra, bëjnë kompromise, negociata, marrëveshje, ose fitoj unë dhe humbet ti, ose humbasim të dy. Të tjerë janë si arush dudushi, komod, përshtaten, s'ka problem, fito ti, e rëndësishme është që të mbedhemi miq. Disa të tjerë janë si bufi, bashkëpunojnë për ta gjedhur problemin në të dyja krahat. Shiko, le të mos humbas asnjëri, le të fitojmë të dy. Cili është reagimi më i mirë? Nëse breshka ka konflikt me breshkën, a do zgjidhet situata? Nëse breshka ka konflikt me peshkaqenin, kush fiton? Nëse bufi kërkon që të zgjidh problemin me një dhelpër, a do zgjidhet vërtet?